politike, jo dështimin të tash. E patëm edhe njojnë e fundit jetë që është e Sirisë. Po vazhdojnë edhe sot polemikat, për shkak toksiklakut edhe ndasive polarizimeve të mëdha politike, edhe në sukses arrihet gjinët ajo kimi janë vo, kush i ka meritat. Unë s'po du më nalë me t'inglu banal të meritat, po du më nalë të njoja rëndësia njojës së Sirisë edhe rolin institucionet Kosovës. Unë mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që rumbulla kësum numri 120. Kujtohet që në vitet e parat mandatit akuzat direkte ndaj meje prej një pjesë të njerëzve, një kategorit njerëzve që ide nuk kanë si funksionon politika e jashtme, sa komplekse janë proceset e njohjeve. Maj men që e vetëmi akuz me cilën një mballafaqu ka qenë zero njohjet, zero antarësime, zero njohjet, zero antarësime. Bilem duket në një emision të një kolegut t'juj, i pata thonë, po mira, do thot kjo, që kur t'i arrim disa njohje, unë qenë ka ministreja ma e sukseshme e Republikës Kosovës, ministreja jashtme, apo nuk qenë ka njohjet elementi vendimtar, ajo njësia matëse me cilën matët suksesin politikën e jashtme të Republikës Kosovës. Njohjet se cila prej tyre, veç e veç, i ka disa autor, sepse pa një bashkërendim të mundësive, të potencialit, të kontakteve, nuk mundet me ndodh asnjë njohje. Pra, bashkërendimi i potencialit brenda Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës, bashk me miqtanët, po njëkohësisht edhe me përfaqësues të komunitetit tonë, të cilët veprojnë dhe jetojnë në ato shtete, pa u bashku këto tre elemente nuk ka njohje për Republikën e Kosovës. Prandaj njohjet, meritën për njohje e kanë shumë vetë, mirë po unë shumë kam dëshirë dhe shumë gëzohem nëse në foton e parë pas një njohjeje të re e shoh politikanin në postin më të lartë të vendin tonë, presidenten e Republikës, sepse ky është normaliteti shtetit tonë. Ne respektojmë hierarkinë, ne respektojmë institucionet dhe lajmi që vjen nga goja e presidentes Republikës tonë është edhe ma i gëzueshëm se sa kur vjen nga kanale tjera. Donik, e përmenet çështjen e tre faktorë kryesorë që kanë shumë rëndësi të veçantë në njohje. Jeni ballafaqësues si qeveri me shumë çështje, me shumë zona. Jemi në sanksionet BE-s, i kemi ndërprerjen e dialogut strategjik me SBA-n, edhe akuzat e ndërsjellta që tashmë sa kohë partnerët ndërkombëtar, ata cilët kanë lobu edhe në farë forme kanë qenë makineria shtyse për njohje, i kanë çuar durrë neve. Cila është vërteta? Fal lutem, po e ke përfunduar mandatin, po shkon me një mandat këtë tjetër. Peshtroj si pyetje konkrete, di si nuk i ki problem, por është njëna prej akuzave kryesore që ju ka dhënë edhe juve, ju kanë akuzuar si ministre që keni dështu, për shkak njohjeve në njëjtën kohë, në situata të caktuar në veshën që pa miston, pa ata që kanë sponsorizuar njohjet e Kosovës, është dështim. Dhe ky dështim është për shkak të raporteve të qeverisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me shtetet të caktuara të Evropës. Tash më lejo vetëm ta korrigjoj një pasaktësi, sepse dialogu nuk është ndërprerë në asnjë moment, sepse dialogu strategjik me SBA-t nuk ka filluar në asnjë moment. Pra, kemi pasur biseda që në të ardhmen të filloj dialogu strategjik me SBA-t, edhe unë jam shumë e sigurt që dialogu me SBA-t ka përcjelluar. Ishte qëndrim zyrtar që i kemi pa. Jo, nuk është thënë qëndërpritet. Shtyhet. Shtyhet fillimi, na nuk po flasim për një proces të nisur, dhe të ndërprerë, po ne po flasim për një proces i cili është planifikuar për të ardhmen dhe i cili deri tani nuk ka ndodhur, pra është shtyr fillimi, ky është një dallim shumë i madh. Sepse ndërprerja e cila me preferencë përdoret në media tona është një akt krejt tjetër nga shtyrja e fillimit të një procesi i cili ka për të ndodhur. Pse ka për të ndodhur? Por doami është i njëjtë, pa ka rëndësi në aspektin ka filluar së po është në rëndësi që është shty dialogu. Jo, nuk është e vërtet. E rëndësishme është që Kosova asnjëherë nuk guxon me harru që partneriteti i saj në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet anëtare të BE-s, me Mbretërinë e Bashkuar, është një partneritet i cili është i domosdoshëm dhe pa cilin shtetësia jonë e humbet gjysmën e kuptimit saj. Prandaj, secili që pretendon që qeveria e cila ka udhëhequr shtetin ton 4 vite e gjys, tash po i bëjmë 4 vite e gjys, pa dëshirën ton, po i bëjmë 4 vite e gjys. Mirë, po 4 vite e gjys, secili që pretendon që kjo qeveri e ka harruar këtë mesazh kaq